pikërisht për këto zhvillime në kuvendin në Kosovës, thirrjen e seancës konstitutive për nesër nga kryesuesi i seancës Avni Dahari. Diskutojmë me Necmettin Spaiu, profesor, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Do Spaiu, ka zhvillime sonte, opozita po qëndron në kuvendin në Kosovës, nuk mund të mbaj seancë konstitutive derisa kemi parë thirrjen e seancës për nesër. Çfarë presni të ndodh nesër, zoti Spaiu, dhe këto qëndrime që po i kanë partitë aktualisht? Jo, kjo është vetëm përpjekje për në zbaritur nga ana e Albin Kurtit edhe për të sfiduar kushtetuesen, për të sfiduar mendoj reagimit e opinionit publik dhe të gjitha këto meradhë. Por besoj që këto janë vendje e SPO-s në komplet, sepse me këtë vetëndosje po se qëra më shumë është duke e humbur autoritetin në fare. Dhe se nuk besoj që në zgjedhjet të ardhshme, a gjithmonë Albin Kurti po thirret në ato për numrat, nuk kanë kaq deputat, nuk i kanë mirë, po në një moment njerëzit mund të thonë po mirë ti me votën tonë po mburrësh, çfarë po ta japi. Edhe nesër pas nesër, ai mund të mbetet dhe të kërkoj, domethënë, të mbet në pozitat e BDK-s, dhe të kërkoj pozicione që të kërkon BDK-ja, duke të mësë deputat të ekole BDK-ja. Po, zoti Spaiu, si arsye që po e përmend vetëvendosje është që nuk do ta konstituoj kuvendin nga se nuk ka marrëveshje politike, nuk ka marrëveshje për çështjen e presidentit dhe më pas do të shkoj ashtu kështu në zgjedhje. Kuvendi dhe qeveria nuk kanë arsye të mos bëhen. Ato i takojnë vetëvendosjes dhe ai mund t'i bëjë. Është tjetër gjë që ishte presidentit. Ai nuk është e kotë, përpiqet dhe do të ishte pa mend nga ana e BDK-s ose PDK-s të pranonin ndonjë pazar tjetër post që ta kenë presidentin. Po pikërisht LDK-ja po e kërkon këtë post, por vetëvendosje nuk po ja lë. Është kërkesë normale. Është kërkesë normale. Në të gjitha po mundoj institucionet e Kosovës janë të ndërtuara në mënyrë të tillë që të ketë një balans mes pushteteve, që të mos ketë mos mund ta marrë një njeri gjithë pushtetin e duar. Madje kur kam biseduar me Atistarin në 2006 për punën se si të zgjedhet presidenti i Kosovës dhe kur unë kam insistuar që presidenti i Kosovës të zgjedhet me votë të drejtë për drejtë, kundëtimi ka qenë se po, pavarësisht se nuk i japim me kushtetut kompetenca presidentit, atëherë ai duke pasur një autoritet moral i zgjedhur nga populli mund të grabisë pushtet dhe mund të ta kthejë, ta lëndojë demokratinë e Kosovës. Që duam që ta mbajmë balancën. Ky ka qenë arsyetimi i presidentit Atisarit në atë kohë. Edhe kështu është vepruar, edhe për shembull në shumë pikat kyçe kur zgjedhen për shembull shefi i AKI-s e tjerë, komandanti i policisë e tjerë që do të ketë dakordim mes dy palëve, siç që bërë atëherë në një kohë mes presidentit Tibir dhe Arsentakit. Por e përmendën çështjen e presidentit, po. Zoti Spaiu, ka pasur deklarim sonte në hollën e kuvendit edhe nga Lutfi Aziri, nënkryetari i LDK-s, që ka thënë që emri i LDK-s ngelet i pandryshuar, jo sa Osmanin për presidente. Po, mendoj që LDK ka gabim nëse insiston në një njeri të vetëm. Së pari, praktikisht nuk mund ta bëj këtë, sepse Albin Kurti më thotë, ja, kandidoni vjot të Osmanin, okej, qepë e apënësimit edhe për një kandidat tjetër, edhe prap ai ka 62 vota në parlament, jo mund të zgjedhat kandidatin tjetër, jo këtë. Që LDK duhet tjetër logjikme që edhe nëse
vetëndosjet pajtohet me që LDK ta ketë presidentin, duhet ta di se Albin Kurti do të jetë ai i cili do të zgjodhë të cilën prej dy kandidatëve do të bëhet president. Që jetë nuk mund të ketë më kandidat formal në këtë rast. Se Albin Kurti mund të zgjodhë pikërisht atë kandidatin formal dhe të thënë çka i bën. A ishin e të përfunduara këto synime që i kishin pra LDK-ja dhe vetëvendosja që të arrihet ndonjë marrëveshje? A ka përfunduar gjithçka, e shihni këtë proces të mbyllur apo jo, zoti Spaju? Jo, nuk është shoh proces të mbyllur, sepse pas një kohë Albin Kurti mund të bëjë pet. Por LDK duhet të jetë arsyeshme dhe duhet të di se çfarë do kërkon. LDK duhet ta di se në cilin do rast që propozon Vjosa Osmanën dhe këtë dika tjetër, ai dikush tjetër do zgjedhet president në Kosovë. Nuk e zgjedh Albini Vjosa. Kështu që e mirës do të ishte që LDK të propozonte dy emra, të cilët njëri prej tyre do ta zgjedhte Albin Kurti. Dhe ai besoj se edhe mund mos të tregoj se cilin do ta zgjedhte. Do deri kur del rezultati i votave në fund. Dhe LDK do të jetë vetëdijshme për këtë. Por kemi parë qëndrimin e zotit Kurti sot që tha që LDK-s nuk i takon. Rezultati zgjedhor sipas tij është përcaktues. Nga ana tjetër zoti Avdëgjiku tha që nuk ka ardhur puna fare deri tek prezantimi i emrit, sepse ka insistuar që mos ta ketë LDK-ja president. Ndëgjoj, e ka gabim të mirë. Ai duhet të dalë me dy emrat e propozuar nga LDK-ja për president të vendit, pavarësisht nëse Kurti do të pajtohet ose nuk do të pajtohet. Nëse ai don në zgjedhje të tjera, të reja, të ketë rezultate më të mira, ai duhet të tregohet më i guximshëm. Guximin nuk tregohet vetëm duke thënë jam i guximshëm, por duke bërë veprime të guximshme. E një veprim i guximshëm është kur ai del, për shembull, thotë kryesia e LDK-s ose këshilli kombëtar i LDK-s ka vendosur që Filan Fisteko dhe Filan Fisteka janë kandidatë e LDK-s për president të vendit. Nëse don marrëveshje vetëndosje, nëse do të zgjedh ngërçin politik presidentin e vendit, leta për zgjedhjen e Kurti njëri prej këtyre dy kandidatëve. E qartë, Spaju sonde nuk do të ketë seancë konstitutive, me që edhe dyert e sallës së kuvendit janë të mbyllura, por nesër është thirrur seanca. A presni që të ketë një përsëritje, një sezon të ri të atyre seancave që ishin vitin e kaluar për konstituimin e kuvendit? A presni të ketë pra në vazhdimsi shtyrje të seancave çdo 48 orë? Jo, unë besoj tani nuk ka ndonjë arsye, domethënë për të shtyrë dhe fare let mund të zgjedhet kryesia e kuvendit, mund të zgjedhet edhe qeveria. Domethënë edhe atëherë duhet të kalojë 60 ditë për president, domethënë kur do të vazhdojnë negociatat për president dhe unë besoj që dikur Albin Kurti don të kanë pa. Ndoshta ai po rrezikon duke pritur se çfarë do të jetë për speciale në Hag, por kjo është frikë me dy teja. Nëse verdikti do të jetë dënues për krerët e FDK-s, atëherë ai edhe mund të arrijë tani mund të zgjedhë presidentin e vetë në zgjedhje të tjera, sepse unë besoj që një pjesë e madhe aktivistët e FDK-s do të kalojnë në vendosje. Po në rast se verdikti do të jetë liruar për marshëntaqen ose për kadrivesin, ose për të dërë,
atëherë do të ndodhet kundërta. Atëherë unë besoj se më shumë të gjithë deputetëve të vendosur të kalojnë në PDK edhe Albin Kurti me siguri për tekën. Spajo, kënaqësi të kisha drejt për drejt në Infonata. Ishte të mirë.